mes Vitinjës dhe Pedrit. Njëna për ekipe më të forta është realisht Portugalia. Atëherë kampionati botror po fillon sot, po mbahet në 3 shtete, 48 vende po marrin pjesë për herë të parë ky numër. Çka po pret pikë kampionatit? Realisht është shumë interesant si format, pasi kampionit botës tash i duhet një lojë më shumë me fitu për më bo kampion, edhe ka me qenë pak ma sfidu son të drejten. Lodhje do ketë ma shumë të skuadrat, po të njëjtën kohë është mundësi e mirë që ndoshta ma shumë futbolista me marrë minutash, sepse është për me shumë keq emocionalisht ndikon kur udhton në botror dhe nuk mundet me luajt as një minutë vetëm. Po unë e shoh një problematik shumë të madhe çështjen e motit. Në Amerikë sa herë që ka vetëtima ose paralemrohet stuhin, ndeshjet duhet mu shty. Edhe besoj që kena me konë dëshmitar të shumë ndeshjeve që shtyhen edhe ka me ndiku, mendoj unë, negativisht në këtë botror. Edhe kë mundet me zgjatë edhe ma shumë botrorës. Po realisht mundet me bo, ku me ditë sa. Po shpresoj që mos me pas shumë, sepse është mandej kur fillon sezoni, është ngarkesë shumë e madhe për futbollistat. Për këtyne 48 shteteve, ka ndonjë befasi, kështu që mendon që ka arrit me te kalotu për shmeri? Befasin botrore ka gjithmonë, unë nuk mëj me qytë befasi të azon Marokon, po besoj që Maroko ka me qenë për skuadra shumë të forta, sepse tash përveç cilësis ka dhe përvoj, edhe ka me qenë një skuadra shumë e rrezikshme. Po duhet me përmend një kombëtare e cila ka një listë shumë pasën futbollistave për cilën nuk është të fullshëm, është Holanda, e cila është e rrezikshme në çdo repartë të shtuese kompletume, ka lojtar me përvojë, ka lojtar talentuar, ka lojtar që po kalojnë momentum të mirë, edhe besoj që nuk po e merr atë hype-in e merituar sepse ka me qenë shumë e fortë në këtë botror. Për me kalu tash te faza e fundit të finalja, domethënë në finale kanë cilat janë dy shtetet që ishin. Po, tash du të me kalkulu edhe a mundet mira ma heret, apo jo, dy ekipe a mundet mja uq, po unë më thonë skuadrat ma të forta, njëna për ekipe ma të forta është realisht Portugalia, e ka gjeneratën ma të mirë në histori. Portugalia është një skuadër që ka futbolista me momentum të jashtëzakonshëm, ta zom janë tret Paris Saint-Germainit Mendes, Vitinha dhe Neves janë ndoshta ndër ma të mirë në botë në pozitat e tyre. Edhe normalisht vëmendja mbetet e fenomeni Cristiano Ronaldo, i cili në moshën 40 vjeçare po tenton përsëri me fitu kampionatin botror. Po krahas me Portugalinë është gjithmonë Franca, super skuadër, edhe Spanja. Të njëjtën kohë aty është edhe Argentina, po shkaku ndoshta i asoj mungesës të uris për trofeun e madh, sepse veç që kanë fitu një herë mundet me i penalizu, por prapë Argentina ka një super skuadër, thujse njëjta me botrorin e kalum, përjashton një dy futbollista, po duhet me përmend faktin që Julian Alvarez edhe Nico Paz që janë formë jetësore, dy të kanë më konë një shtys shumë e madhe për ta. Lojtari më i mirë i botrorit? Po, në lojtari më të mirë botrorit, unë shoh tash janë dy me thonë drejten, edhe dytë janë mes fushor, që më pëlqejnë mu dytë shumë, mes Vitinjës dhe Pedrit. Ta dy janë prej lojtarëve më të mirë në botë edhe besoj që ka më qenë interesant sepse debati për mes fushorëve më të mirë në botë është tek ta dy, Vitinha apo Pedri. Tash për tek gola shënues, kush mendon se do të jetë gola shënuesi me ai? Te gola shënues tash është çështje pak edhe orarit, kush e ka orarin më të lehtë në grupe, mund të më konë një lojtar që nuk është pe më të mirëve në botë dhe me përfundu, po gjithsesi kur bëhet fjalë për gola në botrore, Mbappé është gjithmonë aty. Mbappé është mërësisht i rrezikshëm, i papërmbajtshëm, edhe mendoj që çështja e epitetit top gola shënuesit ka me met mes Mbappés edhe Harry Kane.